Të nderuar qytetar, vëllezër dhe motra, falënderimi i takon Zotit të botëve, i cili na mundësoi që të arrijmë këtë ditë të madhe feste me shëndet, me zemër të pastruar dhe me shpresë të ripërtrirë për Kurban Bayram. Paqja dhe mëshira e Tij qofshin mbi të dërguarin ton, Muhamedin alayhis salam, mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi të gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e drejtë. Festa e Kurban Bayramit është ditë gëzimi, por edhe reflektimi. Është ditë kur i kujtojmë mëshirën e Zotit, faljen dhe begatinë që Ai na dhuron. Është ditë kur ne si besimtar, por edhe si shoqëri, i kthejmë syt edhe më shumë drejt njëri tjetrit, me dëmshuri, solidaritet dhe përgjegjësi. Kurban Bayrami është ditë e madhe, ditë adhurimi, sakrifice dhe solidariteti. Është kujtim i gjallë i sakrificës së madhe të pejgamberit Ibrahim alayhis salam, i cili me bindje të plot ndaj urdhrit të Zotit ishte i gatshëm që ta flionte djalin e tij Ismailin. Në lidhje me këtë, Zoti në Kur'an thot: ja kështu ne i shpërblejmë punëmirët. Ai ka qenë vërtet një nga robërit tanë besimtar. Kur ata të dy babë birë ju nënshtruan urdhët të Zotit, ai zaventësoi Ismailin alayhis salam me një kurban të madh. Zoti i madhërisëm thot: kjo me të vërtet ka qenë një sprovë e qartë, dhe ne zaventësuam atë Ismailin me një kurban të madh. Sot ne jemi mbledhur në këtë xhami dhe në të gjitha xhamitë e tjera të vendit tonë të lirë, jo vetëm për të falur dhe festuar këtë ditë të madhe për besimtarët, ditë e cila bashkon sakrificën me përkushtimin, por edhe për të prekur një ndër vlerat më të thella të besimit islam, thellësitë më të ndritura të besimit tonë. Kjo është një ditë që nuk e kufizon gëzimin në formë, por rrënjos në zemër, aty ku sakrifica, falja dhe devotshmëria bashkohen në një kulm të lartë shpirtëror, për ta jetësuar më të dashurën për hir të së vërtetës hyjnore. Prandaj, për haxhin mund të themi se është një rikthim të burimi i jetës, një udhtim ka vetja thellë, ka ajo pjesë e shpirtit që përkulet para Zotit me përulësi dhe ngrihet me dignitet. Është akti suprem i pastrimit shpirtëror dhe i besimit që shndërrohet në përjetësi. Andaj nuk ka gjë më të bukur se sa të jesh në vendin ku shpirti gjen qetësinë e përjetshme. Sot, haxhilerët tanë të dashur, burra dhe gra, edhe nga Kosova dhe trojet e tjera shqiptare, kthehen nga Arafati në Mekën e shenjtë, me ballin lartë, të zemrën lehtësuar, nga sa ta përfunduan edhe një obligim jetësor për Zotin xhaleshanuhu, duke vendosur haxhin si një akt kulmor të pastrimit moral dhe shpirtëror. Muhamedi alayhis salam, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, ka thënë: haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveç se xhenetit. Le të kumboj ky Bayram si një thirrje e qartë për më shumë dashuri, për më shumë drejtësi dhe për më shumë unitet. Le të jetë një ditë që nuk mbetet vetëm kujtim solem, por një nxitje e gjallë për të jetuar me vlera, për të ndërtuar me besim dhe për të qëndruar me dignitet në emër të paqes, besimit dhe të mirës. Të dashur qytetarë, Kurban Bayrami na mëson se feja jonë kërkon sakrificë, jo vetëm në aspektin material, por edhe në përpjekje për të përmirësuar shoqërinë,
për ta ruajtur atë dheun, për ta forcuar familjen dhe për ta mbrojtur të ardhmen tonë. Sakrifica që kërkohet prej nesh sot nuk është ajo e pejgamberit Ibrahim a.s. por është sakrifica për të ruajtur moralin, kulturën, gjuhën dhe vetë ekzistencën tonë si kom. Sot sakrifica është që t'i qëndrojmë afër familjes, t'i edukojmë fëmijët në frymën e drejtë fetare dhe kombëtare, si dhe të kontribuojmë për të ardhmen në vendit tonë. Ne duhet të mbrojmë Kosovën, jo vetëm me fjalë, por me vepra konkrete. E njëra ndër to është edhe forcimi dhe edukimi i familjes si bërthame e shoqërisë. Ne jemi vëllezër dhe motra mes vete. Prandaj duhet të jemi mbështetje për njëri tjetrin, veçanërisht për ata që kanë zgjedhur të kenë familje të mëdha, sepse ata po e mbajnë gjallë kombin dhe besimin. Në këtë kohë Kosova po përballet me një rënje serioze të natalitetit. Familjet e reja ngurojnë të lindën më shumë se 1 apo 2 fëmijë për arsyeja të ndryshme, shpesh ekonomike, por edhe për shkak të frikës dhe pasigurisë. Disa po migrojnë nga Kosova dhe vendet e tjera shqiptare. Disa edhe në këtë kohë kur ne po flasim, në shtetet përreth nesh po asimilohen duke humbur gjuhën shqipe, si gjuhë të nënës. Dhe ne kemi ngelur vetëm spektator pasiv. Por le të kujtojmë se parimet e feson nxisin që neve të kemi familje të mëdha, të mos friksohemi për riskun e tyre, nga sa ato e ka garantuar Krijuesi ynë. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famlar ndër të tjera porosit duke thënë: s'ka asnjë gjallëes në tokë që të mos i ketë mjetet e jetës prej tij. Ai di vendbanimin e saj dhe vendin e vdekjes. Të gjitha këto janë të shënuara në librin e qartë. Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, ka thënë: martohuni me gra që lindin shumë dhe që janë të dashura, sepse unë do të krenohem me numrin tuaj përpara pejgamberve ditën e Kiametit. Ky ajet dhe hadithi i cekur më lart na ftojmë ta shohim familjen e madhe jo si barë dhe frikë nga risku, por si bekim dhe kontribut për shoqërinë dhe për kombin. Kosova ka nevojë për më shumë fëmijë, për më shumë të rinj, për jetë më të mirë. Kombi ynë po zbehet në numër të vogël të fëmijëve, ndërkohë që shumë familje shqiptare në të kaluar i kanë rritur edhe nga 10 apo më shumë fëmijë, në kushte shumë të vështira se sa sot, atëherë kur ishim të okupuar me një okupim klasik nga Serbia. Nataliteti si strategji kombëtare dhe fetare për mbrojtjen e atë dheut dhe fesë ndërlidhet me mbijetesën kombëtare, identitetin fetar dhe sigurinë shtetërore. Historia e kombit ton ka kaluar në përsprova të rënda. Një ndër sfidat më të mëdha në ato kushte okupimi ka qenë mbijetesa, jo vetëm fizike, por edhe shpirtërore, kulturore dhe identitare. Në këtë kontekst, nataliteti apo lindshmëria nuk ishte thjesht një fenomen biologjik e statistikor, por një strategji etike që prekte në rrënjë sigurinë, zhvillimin dhe vazhdimsinë e kombit ton dhe fesë son. Vatani nuk mbrohet vetëm me armë, por mbi të gjitha mbrohet me popullsi të shëndosh, të arsimuar dhe të ndërgjegjshme. Në këtë kuptim, nataliteti është një lidhje fortë strategjike për mbijetesën kombëtare, sidomos në rajonet ku shqiptarët janë pakicë ose të rrezikuar nga asimilimi. Në këto kushte rënja e natalitetit është një alarm kombëtar. Shteti duhet të reagojë me shpejtësi të madhe, të mbështesë familjet me politika pro-natalitetit, siç janë punësimi i 2 prindërve, lehtësimet ekonomike, mbështetja për nënat shtatzana, kujdesi për fëmijët e tjerë. Shteti duhet të ketë strategji konkrete për ndihmë ekonomike
arsimore, shëndetësore dhe sociale për këto familje dhe këta fëmijë. Dhe çdo çift të cilët kanë 4 me shumë fëmijë, i propozoj qeverisë që t'ia dhuroj të gjithëve nga një banesë, gratis. Kjo nuk është thjesht vetëm nevojë ekonomike për këto familje, por është edhe përgjegjësi morale, fetare dhe kombëtare, sepse duke përkrahur familjen e madhe, ne ndërtojmë një shoqëri të shëndosh dhe një të ardhme të qëndrueshme. Prandaj përkrahja e tyre është një investim në të ardhmen kombëtare dhe një përmbushje e urdhrave hyjnore për drejtësi dhe për kujdesje sociale. Vëllezër dhe motra, në këtë ditë të bekuar kujtojmë të varfërit, jetimet, të smurët, të vetmuarit dhe njerëz në nevojë. Begatimi sofrës për njerëzit në nevojë në ditën e Bajramit përmban një akt të lartë solidariteti dhe humanizmi, që mishron thelbin etik dhe shpirtëror të kësaj feste. Zoti i Madhërisëm na urdhëron duke thënë: në të vërtetë Allah urdhëron drejtësi, mirësi dhe ndihmën për të afërmit, si dhe ndalon imoralitetin, veprat të shëmtuara dhe dhunën. Ky gest nuk është thjesht bamirësi, por një manifestim i drejtësisë sociale dhe ndërgjegjes kolektive, ku pasuria ndan kuptimin me varfërinë dhe gëzimin bëhet i përbashkët. Në një ditë kur besimtari falendron Zotin për mëshirën dhe begatinë, ndarja e bukës me të tjerët është shprehje konkrete devotshmërisë, e përullësisë dhe dashurisë ndaj tjetrit. Ky nuk është vetëm detyrim fetar, por dhe akt qytetarie dhe përgjegjësie morale ndaj trupit të përbashkët shoqëror. Pejgamberi, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi te, ka thënë: nuk është besimtar ai që flaj ngopur derisa fqini i tij është i uritur. Le të jetë ky Bajram një thirrje për më shumë drejtësi sociale, për ndihmë të ndërsjellë, për bashkim dhe dashuri ndërmjet njerëzve, për më shumë ndërgjegje, për ta bashkuar mendjen me zemrën, dijen me përgjegjësinë dhe suksesin në shërbim për të mirën e përbashkët të vendit tonë. Zoti e bekoft popullin ton, Zoti e ruajt Kosovën, Zoti e bekoft familjet tona dhe na udhëzoft në rrugën e drejtësisë dhe të mëshirës. Amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Zotit, krijues të qiejve dhe tokës, krijuesit dhe udhëheqësit të kësaj gjësie. Në këtë mëngjes të bukur të kësaj feste madhështore të Kurban Bajramit, të lutemi o Zot i gjithë mëshirshëm dhe i gjithë ditur, në këtë ditë të madhe sakrifise dhe përkushtimi, lutemi që të na i pastrosh zemrat tona, na i mbush me devotshmëri, falënderim dhe durim. O Zot i Madhërisëm, në këtë ditë feste mos lë askën të vetëm, gëzoj jetimet, ngushëlloj të pikëlluarit, forcoj ata që kanë humbur shpresën dhe bëje këtë Bajram ditë mëshire për çdo shtëpi të besimtarëve. O Zot, na dhuro paqe, begati dhe dashuri në zemrat dhe familjet tona, bashko zemrat tona në vëllazëri, unitet e harmoni. Bekoj familjet tona, fëmijët tanë, vendin ton dhe bashkësinë ton kudo që ndodhen, me paqe, begati, harmoni familjare, shëndet, me fat festa e Kurban Bajramit. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha. Në këto qaste të Bajramit, busqe